Është zhvilluar aktiviteti Folk Fest 2025, edicioni i dytë në qytetin e Luleve nëpërmet. Ky festival është ideuar për t'i dhënë zë kulturës dhe muzikës tradicionale të qyteteve dhe bashkëpunimit artistik që Bashkia Përmet ka krijuar dhe do të vijojë të ketë në çdo qytet, jo vetëm në qarkun Gjirokastër. Mbrëmja ishte e veçantë për colli argëtim për qytetin ku grupet artistike dhe kulturore të Libohovës, Dropullit, Gëlcyrës, Leskovikut dhe Përmetit performuan këngë dhe valle tradicionale të qytetit të tyre. Secili prej grupeve solli identitetin e tij duke promovuar diversitetin kulturor, trashëgiminë kulturore dhe përcolli mesazhe të dashurisë së bashkëjetesës mes njerëzve si edhe ballafaqimin e kulturave të ndryshme. Ky festival është një traditë e bukur për të zhvilluar edhe vitet në vazhdim, duke arritur bashkëpunimin dhe ftuar edhe shumë grupe për të bërë pjesë. Aktivitete të tilla që promovojnë traditat e qyteteve, resurset, mikpritjen e qytetarisë ndikojnë pozitivisht në turizmin kulturor.